Duke qenë se liderët evropianë e kanë uruar haptazi kryeministrin Edi Rama për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit në tryezën e përbashkët në sheshin Skënderbe. A ishte kjo një njohje e plotë e zgjedhjeve të 11 majit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë akoma një reagim zyrtar? Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i njohin këto zgjedhje. Se po ti kishin njohur, do ishin shprehur që ditën e parë ose të dytën maksimumi. Kjo është e padiskutueshme që nuk i njohin, nuk i kanë njohur, as nuk do të i njohin. Dhe Edi Rama kush e uroi për zgjedhjet? Dhe nëse ka uruar ndonjë të ketë turp, mund ta kenë uruar ata LGBT të Evropës, sepse u shërben Edi Rama, vinë aty mbushin çantat me dollar, me miliona e miliona dollar, han drejt të shqiptarëve dhe kërcasin e ikin dhe na e lën neve xhenaze në derë, domethënë na lën një Pol Pot. E dini kush është Pol Poti? Pol Poti ka qenë udhëheqi khmerëve të kuq në Kambozha që ka vrarë 1.200.000 kambozhan khmerë të kuq. Ky është Pol Poti. Atë të njëjtin terror bën, vetëm se nuk na vret dot si qeverisja e po na nxjerr jashtë i përzë shqiptarët ikin nga Shqipëria. Ky kriminal është dhe ata që vinë urojnë këtë dhe i thurin i vinë lozhe këti, ata janë më kriminal se ky. Mos u pafshin bojnë evropianëve dhe nuk duam kurrë të shkojmë në Europë se nuk na duhet. Për ne ai që na ka mbrojtur, që na ka mbrojtur dhe na mbron janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët nëpërmjet jush i falenderoj për ndihmën e madhe që po japin popullit shqiptar dhe drejtësisë shqiptare. Edhe ditët e fundit partia kur erdhi i dërguari i Departamentit Drejtësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë. Kryeministri italiane Giorgia Meloni ka qenë një ndër politikanët e jashtëm të cilët kur e kanë uruar kryeministrin Edi Rama ka thënë një fitore që nuk pritej, e papritur. Si e konsideroni juve këtë gjë, duke qenë se Meloni është një përkrahëse shumë e madhe kryeministrit Edi Rama dhe këtë e kemi parë për aq kohë sa këtu në Shqipëri është hapur dhe kampi për emigrantët. Po Meloni rregulloi shtëpinë e saj, po me di pa rregulluar shtëpinë tonë. Meloni u nda nga burri tani do vi të rregulloj Shqipërinë. Që janë këta bakallarë që na vinë këtu më. Po që janë këta bakallarë, këta dëgjoni dhe këta pret. Edi Rama, ne Meloni dhe Melonia e Melonët, LGBT të Evropës, po e theksoj prapë se u si quaj gjë tjetër ata. Na duan vetëm për kosh plerash për të shkarkuar plerat e tyre, si për shembull Anglia që ka bërë 4 marrëveshje për të sjellë këtu qoftë emigrant, qoftë unë nuk e kuptoj këta shqiptarët, flën gjumë akoma nuk janë zgjuar. Si e konsiderojnë këtë ardhjen e këtyre njerëzve një të mirë për Shqipërinë, që vetëm të mirë s'ka, përveç të këqijave. Le të hyjmë më thellë në kontekstin e gjeopolitikës. Para disa ditësh presidenti serb Aleksandar Vučić ka bërë një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Si e konsideroni ju këtë në gjykimin tuaj, pse kanë heshtur liderët evropian gjatë këtij samiti për këtë takim? Sepse janë të tërë në unison të plot me politikën e këtij Putinit në Evropë dhe në Shqipëri. Dhe pranaj nuk ndihen. Janë ata që japin kurajo Vučićit që të dalë dhe të flasë dhe të akuzoj Shqipërinë për të akuzoj Kosovën se pas ka luftuar, pas ka qenë terrorist, kanë qenë terrorist luftar të UÇK-s dhe pas ka qenë luftë civile për ta quajtur pastaj Kosovën për ta kthyer prapë Serbisë. Jo zonjë, ne nuk kemi nevojë as për Putinin, as për këta për Vučićit, jo, ata kanë marrë një mirë përgjigje dhe do ta marrin dhe më ashpër po që se do guzojnë akoma të ndërhyjnë në punë të brendshme të Shqipërisë. Ky është samiti i parë evropian ku Vučić merr pjesë pas paradës krah Putinit në sheshin e Kuq. Apo i përkëdhet më shumë se ç'duhet Bashkimi Evropian Serbin sipas jush? Bashkimi Evropian zbaton direktivat e Moskës së tremët të mos bëj luftë, mos i sulmoj Putinin dhe binden Putinit në mënyrë të verbër. Dhe janë të detyruar se s'kan nga e mban sepse kanë kërcënim serioz, sepse Amerika i tha Evropës mbrohu vetë. Duke parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës politikën evropiane, cila është dhe çfarë bën, atëherë ju thotë ju vazhdoni mbrojeni vetë se deri tani ata e dinë shumë që i ka mbrojtur Amerika. Dhe një braktisje e Amerikës do të thotë një vdekje për europianët. Prandaj u bën mirë dhe ata edhe më shumë do t'i braktisë akoma dhe unë shikoj që Putini duke parë që nuk mund të
çaj ndryshe se vetë dot, natyrisht, se dhe ai nuk shta qëtërim sa e ban veten, kërkoj që t'i bëj aleat këta kundër Amerikës. Nuk do realizoj gjë as Putini, as këta. Që gjithë këta zonjë i bashkon antishqiptarizmi. As dhe tjetër. Po reagimin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ndaj Bashkimit Evropian për mos ndëshkim në një farë mënyrë të Vučić, si e konsideroni juve, i cili është bërë lajm dhe ka bërë një jehon? Për mos ndëshkim të kujt? Të Vučić, për takimin që ai ka bërë në Moskë me Putinin. Sa pra, jam plotësisht dakord me deklaratën e zonjës Osmani dhe sa po e thash që evropianët janë asgjë tjetër veç satelit të Moskës, sepse ki parasysh, pjesa më e madhe e shteteve të Bashkimit Evropian janë ishë vendet vasale të Moskës. Lituani, Letoni, Estoni, Rumani, Bullgari, Maqedoni, Poloni, Gjermani, gjysmë e Gjermanisë. Pra, kuptohet që Moska ka rrënjë të thella në këto vende evropiane. Moska problemin e madh themelor dhe urrejtje më të madhe tani e ka me Shqipërinë, sepse nuk i funksionon më agjentura e saj që ka pasur këtu. Janë zbuluar të tërë agjentët e tyre, janë kapur, janë dënuar, janë burgosur dhe ky është objekti ose si thua shkaku që Moska e mbështet dhe Vučićin dhe Vučićët e tjerë të Evropës. Gjatë samitit, kryeministri Edi Rama ka pasur një takim jo fort normal me Vučićin nga herët e kaluara. Dhe ka qenë po Vučić i cili është larguar më herët dhe nuk ka marrë pjesë në darkën në drekën e organizuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Si e konsideroni juve këtë largimin e hershëm të Vučić duke mënjanuar disi Ramën ose anashkaluar? Jo, për mua në sipërfaqe e ka anashkaluar, po në rrogos ata bashkëpunoj në mënyrë perfekte kundër interesave të shqiptarëve. Edi Rama me gjithë Vučićin, domethënë Pol Poti i Tiranës me Vučićin. Sepse unë nuk e quaj më kryeministër të Shqipërisë Edi Ramën, e quaj Pol Potin e Khmerëve të Kuq Kambodžas. Atë po bën. Atë genocid po bën të popullit shqiptar dhe të Shqipëria, që u boshatis, ka ngelur Shqipëria kokoshin i thellë. Nga 3.200.000 banorë që ishim në 90-ën, kemi ngelur 900.000, diku pap, as 1 milion jo tamam. Dhe ai ka patur psinë dhe thotë kemi fituar. Qa ka fituar? Pse nuk e festojnë fitoren? Pse nuk thonë që kanë fituar me të vërtetë dhe të reklamojnë, të thurin, të bien daulleve për fitore? Jo, u ka rënë zia. Jo atyre, po edhe këtij tjetrit, miku të ngushtë dhe bashkëpunëtorit të ngushtë e Edi Ramës, Sali Berisës, dhe ati po kështu i ka rënë zia.